kanos apo fyen askën. E qartë, kjo sa i përket diskutimit të fundit, lajmit të fundit, sa i përket zotrit Geci në këtë rast, mirë po ka zhvillime të tjera dhe ju jeni antar i listës Guxo, zotri Halilaj, ka edhe dorëheqje, marrë parasysh përplasjeve, cilat po ndodhen mes dy kampeve, thënë tash, mes kampit të presidentës Vjosa Osmani dhe atij të kryeministrit Kurdi, ka dorëheqje, shembull Haxhi Abdyli, e pash edhe Kujtim Hajdaj, kishte edhe dorëheqje. Si komentoni ju këto zhvillime? A jeni ju i radhës ndoshta për të bërë dorëheqje apo si shkon? Po filloj prej fundit. Sa i përket çështjes time personale, unë nuk kam asnjë pozitë aty. Unë jam vetëm një votues. Edhe e përkraj sepse mendoj që ka një platformë, ka një plan program të mirë dhe ka një frymë shumë të mirë, pavarësisht se nuk ka ndonjë fuqi me numra. Mirë po, ka një peshë sa i përket koalicionit. Dhe nuk kam as çka dhënë dorëheqje, as çka baj diçka më tepër, sepse unë kam disa profesione tjera që mezi ja dal të ti përmbushë ato. Edhe ata bile nuk moj bashkë aq sa kërkohet. Sa i përket dorëheqjeve tjera, apo atyre ngjarjeve që ndodhen si pa prit mas çështja me presidentin, pastaj edhe një deputet nuk është i pavrejshëm në listën Guxo, sepse aty bëhet fjalë për një numër një shifror dhe një deputet do thotë ka një domethënie. Unë mendoj ashtu siç kanë drejt në mënyrë krejtësisht normale të kyçen njerëzit të marrin pozita qoftë në organet e një subjekti, pastaj edhe tek organi më i lartë ligjvendës, ashtu edhe dalin për moshë krejtësisht diçka normale. Çështja e tij personal, mirë, por mendoj çështja e zotrit Abdyli, doktor deputet, që do ta referojmë. Unë mendoj se vetëm e ka prit një moment të tillë, përndryshe ajo për cilën është deklaruar në publik nuk është asnjë arsye. Çështja e presidencës është diçka tjetër, sepse bëhet fjalë për një çështje. Është referuar diskursit ndaj presidentës Osmani. Unë mendoj që aja ka qenë më tepër një arsye, sepse sipas informatave unë që kam jo diçka të konfirmuar apo jo që më ka interesuar, mirë, po ai një mendim tjetër ka pas disa ditë më herët. Le të jetë kjo diçka pa konfirmuar, mirë, po është një perceptim dhe informatë që unë e kam. Mirë, po këto sen duhet të merren diçka normale bre. Pse këtu nuk është një shërbim ushtarak, që është vepër penale për një shërbim ushtarak ka ishte tek tjetri. Kjo është çështje ku organizohen njerëz me ide shkatësi të ndryshme, mirë po për një qëllim. Secili gjon vetëm aty ku mendon që është më mirë.